të vazhdojmë të përgjigjemi, të vazhdojmë të mbajmë funksional imanin ton, të vazhdojmë të mbajmë aktiv besimin ton, mos ta pasivizojmë mas një kohë që ishte aktiv, mos ta kthejmë në plagështi pas një kohë që ishte shumë aktiv, shumë funksional. Vazhdo me mirëmbajt besimin tënë, vazhdo me aktivizu besimin tënë, vazhdo që në emër të besimit ti përgjigjesh Allahu xhallahu ala të cilit i ke besuar dhe i cili vazhdon me të tjerë. Kur themi vazhdojmë pas Ramazanit, çka ne kuptojmë ende për te kësaj? Vazhdojmë të jemi të kujdesshëm. Në Ramazan a ishim të kujdesshëm, po, madje ishim të kujdesshëm për një pikë uji, mos të kalon ka fyti unë nga se e ruanim agjerimin, e ruanim me krejt potencialin që e kishim, me tërë vëmendjen tonë e ruanim, mos të gabojmë, mos të habitemi, mos të hajmë diçka që nuk në takon e të aprishim agjerimin, ishim të kujdesshëm. Ishte një nivel me të vërtet i lavdruar i kujdesit për të ruajtur angazhimin, për të ruajtur investimin, për të ruajtur adhurimin. Në rregull, agjerimi ka përfunduar, por kujdesi nuk ka përfunduar. Vazhdojmë timi të kujdesshëm që mos të shkelim vijat e kuqe, mos ta tejkalojmë urdhën e Allahut te barekuhu teala, mos ta shkelim urdhën e Allahut xhallahu ala, timi të kujdesshëm, të vëmendshëm, ta ruajmë zemrën tonë, ta ruajmë gjuhën tonë, të kujdesshëm, ta ruajmë syrin tonë e kështu me radhë. Sikur që tha Allahu te barekuhu teala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuro Zotin tënd deri në vdekje. Deri atëherë është kujdesi. Një nga dietarët tha, le të jetë tërë jeta jote Ramazan. Jo në kuptim të braktisë ushqimit të pijes, po në kuptim të kujdesit. Le të jetë tërë jeta jote Ramazan e iftarit të jetë në xhennet.